Irani ka nisur sulme ajrore kundër bazës amerikane në Erbil të Irakut, bazës së flotës së 5 të marinës amerikane në Bahrein dhe afër Tel Avivit. Lajmi është raportuar nga televizioni shtetëror iranian duke cituar trupat e Gardës Revolucionare Islamike. Sulmet e kombinuara u kryen duke përdorur raketat Qadr, Keibar, Shekan dhe Koramshar. Mediat ndërkombëtare bëjnë të ditur se një shpërthim i fuqishëm u dëgjua pranë konsullatës amerikane në qytetin verior të Irakut Erbil, ndërsa sistemet e mbrojtjes ajrore interceptuan një dron vetvrasës që synonte zonën. Mbrojtja ajrore u aktivizua dhe mjeti ajror pa pilot u neutralizua pranë konsullatës, duke shkaktuar një shpërthim të fuqishëm. Mediat lokale raportuan gjithashtu se sistemet e mbrojtjes ajrore u aktivizuan njëkohësisht në zonën e Soranit, u shkatruan 2 dronë të tjerë. Shpërthime dhe aktivitetet të mbrojtjes ajrore e raportuar në Erbil pothuajse çdo ditë që kur Irani filloi sulmet akmarrëse pas sulmeve amerikane dhe izraelite. Irani është akmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë asetet ushtarake amerikane në të gjithë rajonin, si dhe disa qytete izraelite. Të hënën, mbeturinat e njërit prej 3 dronëve të rrëzuar mbi Erbil ran pranë konsullatës e Emirateve të Bashkuara Arabe. Ministria e Jashtme e Emirateve e dënoi incidentin duke thënë se dënonte fuqimisht shënjestrimin e konsullatës. Sipas shifrave zyrtare, qeveria rajonale kurde është përballur me 210 sulme me dron, përfshirë 177 që synojnë Erbilin, që nga fillimi i përshkallëzimit të situatës. Përshkallëzimi rajonal është intensifikuar që kur Izraeli dhe SBA nisën një sulm të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë më shumë se 1200 njerëz dhe duke plagosur mbi 10.000 të tjerë. Rreth 150 ushtarë amerikanë janë plagosur gjatë 10 ditëve të para të luftës mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, raportoi agjencia Reuters, duke cituar 2 persona të njohur me çështjen. Sipas raportimit, kjo shifër nuk ishte bërë më parë publike. Para publikimit të këtij informacioni nga Reuters, Pentagoni kishte konfirmuar vetëm 8 ushtarë amerikanë të plagosur rënd. Pas publikimit të lajmit, Pentagoni reagoi me një deklaratë duke thënë se numri të plagosurve është rreth 140. Zëdhënësi kryesor i Pentagonit, Sean Parnell, tha se shumica e plagëve janë të lehta. Sipas tij, 108 nga ushtarët e plagosur janë rikthyer në detyrë, ndërsa 8 të plagosurit rënd po marrin kujdesin më të lartë mjekësor. Reuters thekson se ende nuk dihet lloji i plagëve të pësuara nga ushtarët dhe nëse mes tyre përfshihen edhe dëmtime traumatike të trurit, të cilat janë të zakonshme pas shpërthimeve. Irani ka ndërmarrë sulme akmarrëse ndaj bazave ushtarake amerikane që nga nisja e konfliktit më 28 shkurt. Sipas Pentagonit, numri i sulmeve iraniane ka rënë ndjeshëm ditët e fundit, ndërsa ushtria amerikane po godet depot e armëve dhe lëshuesit e raketave të Teheranit. Kryetari i shefave të shtabit të përbashkët të SBA-s, Dan Kane, deklaroi se Irani nuk ka rezultuar një kundërshtar më i fortë se sa ishte parashikuar në planet ushtarake amerikane. Udhëheqësi i ri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, ka mbetur i plagosur në këmbë gjatë një sulmi izraelit. Sipas New York Times, Mojtaba Khamenei ndodhet në një vend të sigurt. Burime iraniane të cituara nga Times deklaruan se çdo komunikim me botën e jashtme mund të zbulojë vendodhjen e Khamenei, duke vënë atë në rrezik. Sipas 2 burimeve ushtarake izraelite, raportohet se Khamenei u plagos në këmbë në ditën e parë të luftës, më 28 shkurt, përpara se të zgjidhej udhëheqës suprem i Republikës Islamike. Forcat amerikane goditën 16 anije që po vendosnin mina pranë ngushticës së Hormuzit, sipas një postimi nga Komanda Qendrore e SBA-s, i cili përfshin edhe video që tregon sulme ndaj anijeve. Forcat amerikane neutralizuan disa anije detare iraniane më 10 mars, duke përfshirë 16 anije që vendosnin narkotik që vepronin pranë ngushticës së Hormuzit, tha CENTCOM.